Ne e dim që Serbia s'mendon mirë kur për shqiptarët e Kosovës, po sidomos për pjesëtarët e ushqisë shqiptarë të Kosovës. Ne kemi bërë thirrje edhe më herët do të bëjmë thirrje edhe sot këtu përmes juve ka Kosova presi që t'ju bëjmë thirrje veteranëve që mos kalojnë nëpër Serbi. Të kenë kujdes, sidomos të dy brigada, 111, Ademja Shoj dhe brigada e Kumanova që mos shkojnë nëpër Serbi për shkak që tash ka ndodhur publikisht thirrjet nga njerëz të ndryshëm, nga radikal, mund të them serb radikal apo nga çetnikët serb, të cilët kërkojnë të bëjnë verifikimin e tyre dhe të ndalojnë shokët tonë. Po, është vërtet që kanë kërkuar nga Interpoli edhe për shtetet për rreth, që ndalen gjithë pjesëtarët e ushqisë të Kosovës, gjithë veteranët të ndalohen dhe të bëhet një verifikim i tyre dhe të më ndalu. Unë ja prap thash, ne kemi rrugë alternative, edhe nga Molizia, edhe nga Shqipëria dhe edhe me aeroplan fluturëm që po unë ju jam thirrje vendeve të Evropës, sidomos Bashkimit Evropian, që mos binë në kurthën e Serbisë, në kurthën e këtyre çetnikëve të cilët dëshirojnë gjithmonë të destabilizojnë vendin tonë, Kosovë, po sidomos Ballkanin. Ne e dim që Serbia edhe kur flan gjumë e ka ëndër Kosovën për me morë. Po aja punë ka vdek. Unë vetëm kërkoj nga qeveria e që ta ngritë zërin më shumë në arenën ndërkombëtare, sidomos në Evropë, që mos ndalen pjesëtarët e ushqisë të Kosovës, se qeveria e duhet të reagojë, është shumë mirë që qeveria tregon për herë. Duhet të çoj një letër të gjitha vendeve të Unionit Evropian, sidomos atyre që janë anëtarë të Interpolit. Çdo pjesëmarrës i UÇK-s po ka probleme kur po kalon nëpër Serbi, prandaj edhe unë e rekomandoj mos me kalu në këtë fazë. Në anën tjetër, sa për kërkesë të Interpolit, qeveria e Serbisë dhe prokuroria serbe në vazhdimsi kanë bërë kësi lloj kërkesa, Interpoli nuk i ka pranu. Pra, po nëpër Serbi mund të kemë probleme, e jashtë Serbisë, Interpoli shumicën atyve kërkesa që kanë të bëjnë me luftën e punit në Kosovë, nuk i ka marrë parasysh. Nuk e di qëllimin e kësaj kërkese, por edhe pa këtë kërkesë, policia serbe po i bën problem pjesëmarrëve të UÇK-s, madje edhe po i bën problem edhe qytetarëve thjesht. Disa po i dënon me para, disa po i arreston disa ditë, edhe vetëm një shej të UÇK-s më gjet në telefon apo në vetur. Ambasadori i Kosovës në Serbi është jashtëzakonisht i angazhuar në gjitha këto çështje, pra jam shumë i kënaqur me punën e tij. Qeveria gjithmonë mundet më shumë me bë për qytetarin e Kosovës. Jo nuk mundeni me paramenu sa probleme kanë qytetarët e Kosovës kur kalojnë nëpër Serbi.